Tryeza e tretë e dialogut të nivelit të lartë Shqipëri-Bashkimi Evropian diskutoi rreth progresit të bërë nga qeveria, kryesisht sa i përket rekomandimeve të Komisionit Evropian për luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, reformën në drejtësi dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Tryeza u mbajt ndërsa u bë publik vendimi i Brukselit që rekomandonte dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Lajmin e dha komisioneri Stefan Fyle në çelje të takimit. Dëshiroj ta bëj absolutisht të qartë që raporti i komisionit, pa asnjë dyshim dhe rezervë, rekomandon dhënien e statusit kandidat për vendin tuaj. Në tryezë është folur nga anëtarët e qeverisë krahas punës së bërë edhe për angazhimet në të ardhmen, duke përfshirë edhe disa reforma të rëndësishme si ajo territoriale. Në këtë tryezë, ashtu si edhe më parë, opozita u përfaqësua me deputetët Majlinda Bregu, Eduard Halimi dhe Arben Ristani. Zonja Bregu e vlerësoi raportin pozitiv të Komisionit Evropian si një instrument për të bindur vendet anëtare. Ajo rikonfirmoi për mediat se opozita do të jetë në krah të majorancës për integrimin, nëse ajo do të bëjë ligje gjithëpërfshirëse. Jemi ndjerë shumë mirë së bashku me kolegët e mi të opozitës që në raport vlerësohen arritjet, puna, përpjekjet, reformat e ndërmarra gjatë 8 viteve të qeverisjes tonë, gjë që do të thotë që qeveria e re nuk ka pse të jetë xheloze sepse ka vetëm 8 muaj në pushtet. Por hapat e mëtejshëm procesit, për aq sa janë shumë sfida, të kthejnë vëmendjen dhe monitorimin tek respektimi i ligjit në Shqipëri, i kushtetutës, i institucioneve të pavarura, gjëra dhe reforma për cilat opozita do të jetë gjithmonë në krah të majorancës në rast se ky proces do të jetë një proces gjithëpërfshirës, transparent, larg agresivitetit dhe duke konsideruar integrimin si agjendën kombëtare tonën dhe të gjithë shqiptarëve. Nga përfaqësuesit e opozitës është shprehur shqetësim për çështjen e trafikut të drogës dhe të reformës në drejtësi. Po ashtu deputeti Ristani ka përmendur edhe dhunën ndaj deputetit Strazimiri. Takimi i radhës i nivelit të lartë do të mbahet në shtator, një muaj para publikimit të progres raportit vjetor për Shqipërinë.